hajdini me mu t'ju tregoj një ditë si nuse e rrafshit Dugaxhinit. Masi e kum pas një kanal 600 qanë, kum dish me bu gati herët, që me pas kohë dhe me i bu do fotën qëtësi. E kështu termini jam ka qenë hiq ma pak se në ora 4 të mëngjese. E rrugën e kemi marrë të një prej studiot më të njohura në Deçan, te Iliria. E sot kum vendus me veshën tonë tradicionale, veshën e rrafshit Dugaxhinit, përkatësisht veshën e katunit. Veç kemi arritë studio, edhe pse ka qenë 4 e mëngjesit, dyqysh ka qenë një vibe tepër e mirë, një atmosferë shumë e këndshme. Kemi fillu me flakt fix për veshën e katunit, e masi kena përfundu flakt, me njerë kena vazhdu të grimi. Një sen që m'ka bu tepër për shtypja, ka qenë ta hupin as një sekund, se cilit din sakt punën e vetë. Dhe flakt kanë qenë tepër profesional edhe tepër m'kan pëlqy. Sa e kemi kry grimin edhe flakt, kena zbrit poshtë me veshën e katunit. Për këtë veshje duhet me ditë çka je tu bu. E se cila pjesë duhet mu vendos tamam në vendin e vet. Studio Iliria ka stafin tamam profesionist për këtë punë. Dhe mikpritja ta japin atë ndjenjen që a ditë t'i vërtet je tepër e rëndësishme. Qysh në fillim ta marrin valixhen me veshjen, kujdesen për çdo pjesë. E në fund, kur vjen momenti me u vesh, se cila rëllon pjesën e vetë që me dal veshja perfekt. Kjo veshje katunit është një prej veshjeve tradicionale të rrafshit Dugaxhinit, e që të në Deçan si tepër të veçantë. Është veç një veshje që e vesh dhe je gati. Për mu ka diçka shumë të veçantë me vesh këtë veshje, është përcjell te gratë tona brez pas brezje. Edhe pse sot kemi fustana e stile moderne sa të dush, veshja katunit e ka një jeshi që nuk e zaventson as një fustan. Ku çdo detaja është gati, e voila, jam përfundu. Për një me është një vesh që kam shumë dashni për ta. E kër buna krejt gati, normalisht që s'ka bu pa shku me mpa dhe mami, e marrë rrugën për në këna gjaq. Më vik interesant kër njerëzit bëshin foto, se sigurisht nuk jam mësu me e pa një nuse të vëzit me këtë veshja. Tonë është me përfatsu vendin për një nga vëllin, dhe me mbaj gjallë ato që në kalon rrugë pas brezje.